Tu përfshi nga flakët në ore para të mëngjesit të kësaj të marte, duke djegur mbulesën si dhe një pjesë të banaqeve dhe mallrave të tregtarëve që tregtojnë në këtë treg. Nga ky zjarr janë prekur rreth 50 tregtarë, të cilët përkundrejt pagesës prej 3.500 lekësh në muaj, tregtonin në tregun e rikonstruktuar 3 vite më parë. Një pjesë e tregtarëve kërkojnë dëmshpërblim për mallin e dëmtuar. Nuk e dim se nga kush ishte shkaku, thjesht ne duam të marrim të drejtën tonë të dëmshpërblehemi. Këtë kërkojmë gjithë. Nuk jam vetëm unë, dëmi varion shumë. Juve për shembull? Mund të jetë 1 milion lekë vjetra. Nuk ka më keq kur të shkojmë. Mbi 10 milion shikoni vet, se çfarë malli kam pas, çfarë shu, na kalon me gishlloj. Duam lekë se s'bën, duam dëmshpërblim se s'bën. Çfarë do shpëtosh zjarrit? Vetëm aty nuk shpëton. Malli shifet, merret ato që janë aty të verifikohen. Shqetësimit të tregtarëve u shpërgjigjur kryebashkiake e Lushnjës. Pas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtarë të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike të këtij qyteti ka kërkuar rikonceptim të mënyrës së ndërtuar të këtij tregu. Është keq konceptuar se këtu është si ser, gjithë beharin aty vdes maron merret fryma dhe gjithë dimrin aty hyn nera dhe bie sqota shiu dhe gjithë tregtarët janë ankuar her pas here dhe ose gjatë gjithë kohës që në fillimin e saj që kur hap ky treg. Kështu që bëj thirrje dëmshpërblim në radhë parë dhe dyta rikonceptim të kësaj që është bërë keq, sepse unë nuk mendoj që ka qenë kështu projekti, por koncepti këtyre mund ta ketë bërë vetëm kështu sa për televizor, për bukuri, por asnjë s'ka qenë praktik për njerëzit që janë aty. Paraprakisht dyshohet se zjarri në tregun e Lushnjës mund të jetë shkaktuar nga ndonjë shkëndijë elektrike e ndriçimit të jashtëm të këtij tregu.